Propozim ligji për shfuqizimin e qeverisë teknike në seancë plenare, deputetët e opozitës vazhdojnë ta kundërshtojnë. Kryeministri Hristian Mickoski ka ngurë se nuk ka stagnim në rrugën drejt Bashkimit Evropian, akuzon opozitën. Lidhja e sindikatave bën thirrje për protestë masive me 1 maj, 260.000 punonjës kanë pak nën 600 euro. Kuvendi i Kosovës nuk arriti ta votojë presidentin pas 45 ditëve zgjedhje të reja parlamentare. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Në Kuvend nisi debati rreth propozim ligjit për shfuqizimin e qeverisë teknike. Koordinatoria e Bashkimit Demokratik për Integrim, Rina Ajdari, kërkoi që para debatit në seancë plenare propozim ligji për shfuqizimin e qeverisë teknike të shqyrtohet në Komitetin për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive. Nënkryetari i Kuvendit Antonio Miloševski pas një pauze e vendosi në votim kërkesën e Ajdarit, e cila nuk u miratua, debati vazhdon. Pasi kaloi filtrat e komisioneve parlamentare, propozimi i Ministrisë së Administratës për shfuqizim të qeverisë teknike sot u gjet para deputetëve në seancë plenare. Lista e deputetëve që dëshironin të flisnin për këtë ligj ishte e gjatë. Koordinatoria e Bashkimit Demokratik për Integrim, Rina Ajdari, tha se shfuqizimi i qeverisë teknike duhet të bëhet me konsenzus politik, siç e njëjta edhe është miratuar. Para se të hapet debati përgjithshëm për shfuqizimin e qeverisë teknike, Ajdari kërkoi që propozimi duhet të dorëzohet për shqyrtim në Komitetin për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive. Sigurisht se nuk jam këtu për të penguar sjelljen e ligjit, megjithatë, përpara se të hapet diskutimi i përgjithshëm për ligjin në fjalë, kërkoj në bazë të rregullores së Kuvendit dhe në bazë të ligjit për Komitetin për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive, i njëjti propozim ligj të shkojë në komitet dhe të diskutohet për të marrë një vendim përfundimtar se si do të votohet ky propozim ligj. Ajdarit nuk i replikoi asnjë deputet, por nënkryetari i Kuvendit Antonio Miloševski, ai tha se sipas ligjit, seanca mund të ndërpritet në rast se atë e kërkojnë kryetari ndonjë trupi punues ose një nga koordinatorët e grupeve parlamentare, mirëpo paraprakisht kërkesa duhet të miratohet nga plenumi i Kuvendit. Членот 87 staf qeverisë. Neni 87.4 Kuvendi mund të vendosë që seanca të ndërpritet me kërkesë e një kryetari të ndonjë trupi punues ose koordinatori i grupit parlamentar për shkak të mbledhjes së trupit punues. Ju kërkuat që ky propozim të shqyrtohet me Komitetin për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive, pa dallim edhe pse ai trup ende nuk është formuar. Kërkesën tuaj në bazë të rregullorës unë do të vendos në votim që Kuvendi të vendosë nëse e pranon kërkesën tuaj. Debati mes Ajdarit dhe Miloševskit nuk mbaroi këtu. Ishte deputetja që insistonte se Miloševski është i obliguar të ndërpresë seancën pa marrë mendimin përmes votave të deputetëve për këtë gjë, dhe ishte Miloševski që disa herë përsëriti deklaratën e njëjtë, duke cituar nene dhe ligje. Debatin mes Ajdarit dhe Miloševskit e ndali koordinatori i grupit tjetër opozitor Oliver Spasovski, i cili kërkoi pushim të përkohshëm për koordinim shtesë. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu njoftoi se teksti i ligjit për mbrojtje nga duhani është finalizuar dhe pritet që në brenda 2 javësh të hyjë në procedurë kuvendore. Ai bëri të ditur se javën e ardhshme do të mbahet takim përfundimtar me palët e interesuara, pas të cilit dokumenti do të kalojë në procedurat administrative në nivel qeverie për të proceduar më pas në kuvend. Kemi tekstin përfundimtar. Të mërkurën tjetër kemi takim përfundimtar me të gjithë stakeholderët. Pas këtij takimi do të vazhdojë procedura administrative në nivel të qeverisë me idenë që për 2 javë të jenë pjesë procedurale në parlament, ka deklaruar Aliu.
Kryeministri Hristian Mickoski këmbgul se nuk ka stagnim në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kryeministri e interpreton ndryshe deklaratën e raportuesit për Maqedoninë në Parlamentin Evropian Thomas Vajc dhe thot se Vajc ka vlerësuar se vendi ka bërë përparim. Duke komentuar nismën e Frontit Evropian për mbledhjen e nënshkrimeve për nisjen e procesit për ndryshimet kushtetuese, Mickoski tha se BDI do të punoj për problemet që ka me kuadrin dhe programin në parti, ndërsa çështjet shtetërore i zgjidh qeveria. Kryeministri Hristian Mickoski gjatë ditës së sotme i është përgjigjur liderit të opozitës maqedonase Venko Filipçe, i cili të martën deklaroi se vendi ka stagnuar në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ai theksoi se këto vlerësime nuk qëndrojnë dhe se qeveria po vazhdon me realizimin e reformave dhe përmbushjen e obligimeve europiane, duke sjellë progres konkret në procesin e integrimit. Në këtë kontekst, ai ju referua edhe raportuesit për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Thomas Vajc, i cili tha se ka vlerësuar se vendi ka shënuar përparim dhe se po realizon reformat konkrete. Sipas Mickoskit, kjo është dëshmi se rruga europiane e vendit po vazhdon, ndërsa qeveria mbetet e fokusuar në agjendën e reformave dhe në përmirësimin e standardit të qytetarëve, ndërsa akuzoi LSDM-n se në opinion po përhapë gënjeshtra. Gjithashtu edhe deklaratën e Vajcit e interpretonin në mënyrë të ndryshme, por ai doli dje dhe sqaroi shumë qartë atë që kishte për të thënë, prandaj paralajmëroi që në çdo konferencë për shtyp dhe çdo deklaratë që vjen prej tyre të merret me rezervë. Kjo është një parti politike që në këtë moment nuk po lufton për qytetarët, por për udhëheqësinë aktuale brenda partisë. Kjo është strategjia e tyre politike. Mickoski komentoi edhe nismën e Frontit Evropian, respektivisht BDI-s, për mbledhjet e nënshkrimeve për nisjen e procesit për ndryshimet kushtetuese. Ai tha se BDI duhet të punojë për problemet që ka me kuadrin dhe programin në parti, ndërsa shton se çështjet shtetërore i zgjidh qeveria. BDI kishte mundësi të bënte ato kur ishte në qeveri, 20 vjet ishte në qeveri, kështu që mendoj se BDI ka problem me kuadrot dhe programin. Unë do të sugjeroja që ta zgjidhnim problemin me kuadrot dhe programin, ndërsa problemet shtetërore do t'i zgjidh qeveria, që ka legjitimitet nga qytetarët. Kujtojmë se Fronti Evropian të hënë njoftoi për nisjen e procedurës për mbledhjen e nënshkrimeve të deputetëve për nisjen e procedurës për ndryshimet kushtetuese, nga ku deputeti Blerim Bexheti tha se kjo çështje i tejkalon interesat partijake dhe se është e thelbësore për orientimin strategjik të shtetit. Kryetari Aleancës për shqiptarët Arben Taravari ka kërkuar që të hiqet termi terrorist shqiptar nga plaka përkujtimore për të rënët në fshatin Vejc. Një ditë më parë para kësaj pllake vendosi lule dhe ministri i mbrojtjes Vlado Misajlovski, ndaj të cilët pati reagime të shumta. Kanë vazhduar edhe sot reagimet pasi një ditë më parë ministri i mbrojtjes Vlado Misajlovski vendosi lule pranë një memoriali në tabelën e të cilit shkruhej: "Ran në luftë kundër terroristëve shqiptar më 28 prill 2001 në rajonin e fshatit Vejc." Për këtë ka reaguar sot kryetari i Aleancës për shqiptarët Arben Taravari. Kur një ministër i një shteti multietnik, jo një individ privat, vendos lule dhe bën homazhe në një plakat përkujtimore ku shihet qartë termi terrorist shqiptar, ai me këtë fyen bashkëqytetarët e tij me identifikimin e përkatësisë etnike si një karakteristikë kriminale. Kjo sipas çdo standardi ndërkombëtar është gjuhë shoviniste dhe diskriminuese, e cila duhet të ndëshkohet. Taravari kërkon që ministri të japë shpjegime publike dhe të ndërhyjë në bazë të kompetencave që ka për të ndryshuar këtë gjuhë të urrëties në atë plakat që vazhdon të qëndrojë në kazermën Ilinden, e cila me termin terrorist shqiptar fyen shqiptarët, marrëveshjen e Ohrit, e cila është dëshmia më e fortë se luftëtarët e ushtrisë çlirimtare kombëtare janë luftëtarë lirie dhe jo si i përshkruan ajo plakat. Një ditë më parë, ministri i mbrojtjes së Maqedonisë Vlado Misajlovski ka zhvilluar një ceremoni përkujtimore përpara memorialit të batalionit të forcave speciale në kazermën e Ilindenit në nderim të 4 pjesëtarëve të ushtrisë së vrarë në Vejc në vitin 2001. Ministri kreu nderime para pllakës e cila shqiptarët e përfshirë në konfliktin e 25 viteve më parë i etiketon si terrorist. Sot me respekt të thellë kujtojmë heronjë që dhanë më të çmuarën për Maqedoninë, shkroi Misajlovski në Facebook duke ndarë fotografinë e pllakës.
Kryetari i lidhjes së sindikatave Slobodan Trendafilov i bëri thirrje të gjithë qytetarëve që me 1 maj të dalin dhe të protestojnë për pagat e tyre dhe pagat e familjarëve të tyre. Kryetari i sindikatave përmendi edhe rastin e fundit në Kiselavod ku një punëtor vdiq dhe disa u lënë duan, duke thënë se ky rast duhet të jetë alarm për institucionet. Gjysma e punëtorëve në RMV kanë pak 9.600 euro. Më 1 maj nuk duhet jeni të ftuar, por duhet thjesht të vini. Kjo është porosia e kryetarit të lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, Slobodan Trendafilov, në prag të 1 maj, ditës ndërkombëtare të punës, me që rast njoftoi për marshin protestues që do të mbahet këtë ditë. Trendafilov bëri thirrje që për 1 maj qytetarët të mos dalin në piknik dhe të mos e shfrytëzojnë për fundjavë të zgjatur, por të protestojnë për pagat e tyre dhe për pagat e familjarëve të tyre. Ako može prvi čovjek na svetskото sindikalno. Ju bëjmë thirrje punëtorëve, do të kenë kohë edhe për fundjavë të zgjatur, në orën 11 të na bashkohen në numër sa më të madh, nëse ata mendojnë se duhet ta ngrejnë zërin për pagën e tyre. Një shprehje thot, nëse nuk reagon, nuk ke të drejtë as të zemërohesh. 1 maj është dita kur duhet të dalim në proteste krah për krah, dita ku nuk dalim në piknik edhe nuk shkojmë në fundjavë të zgjatur. Kryetari i sindikatave përmendi edhe rastin e fundit në Kiselavod ku një punëtor vdiq dhe disa u lënduan, duke thënë se ky rast duhet të jetë alarm për institucionet. Treba nadležните inspekcijski službi da... Punëtorët zgjohen në mëngjese dhe përshëndeten me familjarët e tyre, pa e ditur nëse do të kthehen në shtëpi. Rasti i fundit katastrofal me humbjen e jetës së një punëtori dhe lëndimit të disa të tjerëve, mendoj se duhet ta zgjoj alarmin tek institucionet që të parandalohen raste të tilla, të dhënat të cilat tregojnë se numri i madh të bashkëqytetarëve tanë e humbin jetën në vendin e tyre të punës dhe vdekja e tyre kushton mes 5.000 deri në 10.000 euro, sepse kanë qenë të siguruar, është disfat për një shoqëri. Protestat siç njoftuan do të nisë nga shtëpia e punëtorëve, do të vazhdojë tek kuvendi, oda ekonomike dhe përfundonte qeveria, ndërsa shtoi se me shumë gjasa protesta do të ketë edhe pas 1 majit. Sipas lidhjes së sindikatave, nga 530.000 punëtor, 260.000 kanë pagë nën 600 euro. Policia ka arrestuar një 14 vjeçar nga Gostivari pasi ai dyshohet se 1 vit rresht e ka përdhunuar motrën e tij 1 vit më të vogël se ai. Vajza është dorëzuar në kujdesin e qendrës për punë sociale për mbrojtje të mëtejshme dhe ndihmë profesionale. Një djalë 14 vjeçar nga Gostivari dyshohet se ka përdhunuar dhe shantazhuar motrën e tij më të vogël me video regjistrime. Prokuroria e Gostivarit njoftoi se ka paraqitur kërkesë në gjykatë për të filluar procedurat për paraburgimin e tij, pasi ekziston dyshimi se ai ka kryer vepër penale të vazhdueshme të incestit. Fëmia në konflikt me ligjin në shkurt të vitit 2026 2 herë ka përfituar nga mungesa e prindërve të tij dhe ka përdhunuar motrën e tij 13 vjeçare. Vëllai mitur i ka dërguar viktimës mesazhe me përmbajtje të pahishme dhe eksplicite për një periudhë të gjatë kohore dhe në 2 raste e ka detyruar atë të kryejë marrëdhënie seksuale kundër vullnetit të saj. Policia e arrestoi të miturin të martën në mëngjes në prani të një punonjësi social, duke vepruar në bazë të një raporti të mëparshëm të rastit. Në një deklaratë të dhënë për përfaqësuesit e qendrës për çështje sociale, viktima tha se ngacmimi seksual filloi rreth 1 viti më parë me mesazhe dhe më vonë vazhdoi me prekje fizike. Sipas deklaratës së saj, 3 muaj më parë, vëllai i saj përdori forcë fizike për të kryer një akt seksual ndaj saj. Prokurori paraqiti një kërkesë për paraburgim në gjykatën themelore në Gostivar, duke besuar se kjo mas është e nevojshme për të mbrojtur viktimën. Vajza tashmë është dorëzuar në kujdesin e qendrës për punë sociale për mbrojtje të mëtejshme dhe ndihmë profesionale. Komiteti për Financa Publike mbajti mbledhjen e parë. Ministrja e Financave Gordana Dimitrievska Koçoska tha se po filloi një qasje të re në menaxhimin e investimeve. Koçoska tha se Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore lavdërojnë punën e qeverisë së Maqedonisë Veriut në lidhje me konsolidimin e buxhetit.
Në Ministrinë e Financave, sot është mbajtur mbledhja e parë e Komitetit për Financa Publike, një trup ndërinstitucional, detyra e të cilit është të shqyrtojë dhe të përcaktojë prioritetet për financimin e projekteve të propozuara për investime publike të pushtetit qendror. Ministra e Financave, Gordana Dimitrievska Koçoska, tha se qeveria dhe Ministria e Financave do të mund të marrin vendime më transparente dhe më të organizuara për projektet që janë të pjekura dhe të gatshme për investim, ndërsa njëkohësisht do të lehtësohet planifikimi i buxhetit për vitet të ardhshme. Ajo shtoi se qëllimi i kësaj reforme është që investimet publike të planifikohen dhe realizohen në mënyrë shumë më të përgjithshme, mbi bazën e kritereve të qarta, realizueshmërisë reale dhe logjikës afatgjatë zhvillimore. Sot, së bashku me kryeministrin, po mbajmë mbledhjen e parë të Komitetit për Investime Publike, me çka fillojmë një qasje më sistematike në planifikimin dhe menaxhimin e investimeve publike në shtet. Bëhet fjalë për një mënyrë të reorganizimi dhe vendimmarrjeje kur bëhet fjalë për projekte kapitale me vlerë mbi 5 milion euro. Koçoska tha se Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore e lavdërojnë punën e qeverisë së mashinisë së veriut në lidhje me konsolidimin e buxhetit, duke shtuar se ka parashikime që në 10-15 vitet e ardhshme shumë shtete të mëdha europiane do të bankrotojnë, por ministri siguron që në mesin e këtyre shteteve nuk do të jetë mashini e veriut. Unë me sa mbaj mend, kryeministri kishte takime me mërgjimtar që po kthehen. Edhe në perëndim gjendja nuk është siç ka qenë më parë. E shihni çfarë ngjarje ka. Pritet, domethënë, janë disa projeksione që i kanë institucionet ndërkombëtare financiare. Në 10 deri 15 vitet e ardhshme, shtetet të mëdha europiane, 10-ra do të bankrotojnë. Kjo do të thotë se njerëzit tanë që jetojnë në Europë e shohin si është gjendja, që nuk mund të themi për ne. Përkundrazi, neve na ka përshëndetur FMN-ja dhe Banka Botërore në lidhje me konsolidimin e buxhetit. Kujtojmë se Komiteti për Investime Publike është formuar në shtator të vitit 2025. Në punën e tij marrin pjesë të gjithë ministrat e linjës dhe ai do të mlidhet të paktën 2 herë në vit dhe sipas nevojës edhe më shpesh. Banka Botërore parashikon rritje të ekonomisë së Maqedonisë së Veriut prej 2.9% për këtë vit, vlerë që është për 0.1% më e ulët nga projektimi paraprak, si dhe prej 3% në vitin 2027 dhe 2028. Raporti i fundit të Bankës Botërore thotë se rritja ekonomike në vendet e Ballkanit Perëndimor do të vazhdojë të ngadalësohet në vitet 2026 dhe 2027. Arsyet kryesore janë konflikti në lindjen e mesme, inflacioni i vazhdueshëm dhe pasiguria globale në rritje. Gjithashtu thekson se për shkak të mungesës në rritje të fuqisë punëtore, rritja e aktivitetit të popullsisë në tregun e punës do të jetë thelbësore. Sipas raportit të rregullt ekonomik për rajonin, rritja mesatare ekonomike e Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë në vitin 2026 do të jetë 2.8% që është 0.3%. Kryetari i shoqatës Sosvita, Ertan Shakiri, kërkoi ndihmë urgjente financiare nga institucionet shtetërore. Ai tha se deri më tani shoqata nuk ka përfituar asnjë mbështetje financiare nga shteti. Apel për mbështetje dhe më shumë për kujdesje institucionale për personat me aftësi të veçanta. Kjo ishte porosia që erdhi sot nga shoqata Sosvita. Në një konferencë për media, kryetari i saj Ertan Shakiri kërkoi ndihmë urgjente financiare nga institucionet shtetërore, duke iu drejtuar edhe kryeministrit Kristian Mickoski dhe komunës së Çajirit. Sipas tij, mungesa e mbështetjes po pengon realizimin e projekteve dhe aktiviteteve të planifikuara, përfshir edhe hapjen e një qendre ku personat me nevojë të veçanta do të trajtoheshin pa pagesë nga profesionist shëndetësor dhe specialist. Ai tha se deri më tani shoqata nuk ka përfituar asnjë mbështetje financiare nga shteti. I bëjmë thirrje publike kryeministrit Kristian Mickoski që nga fillësia e zemrës, nga shoqata e personave me nevojë të veçanta Sosvita Shkup, që i ka 450 antarë, që nuk dallojmë fe, nuk dallojmë komp. Siç ndihmojnë shoqatat të palës qeter, ne ndihmohet edhe kjo shoqat
që është aktive që afër 7 vite. 7 vite asnjëherë nuk kemi pas mbështetje nga institucionet kompetente të shtetit dhe posaçërisht nga komunat, do thotë nga komuna e Çajirit. Ai shpreson që apeli i bërë publik sot të dëgjohet nga institucionet përgjegjëse dhe të sjellë mbështetjen e nevojshme për realizimin e projekteve të planifikuara. Nga kjo shoqat thonë se personat me aftësi të veçanta meritojnë kushte më të mira, trajtim të dinjitetshëm dhe përkrahje konkrete për një jetë më të lehtë dhe më të barabartë. Kryetari të rinjeve të levicës Andrej Kuculovski u ndalua nga policia gjatë finales të kampionatit botëror shkollor në handball në mes Maqedonisë së Veriut dhe Izraelit pasi shfaqi flamurin palestines. Ai u lirua me një gjop prej 550 eurosh, ndërsa MPB njoftoi se rasti trajtohet si kundërvajtje sipas ligjit për sjellje në ngjarje sportive. Levica reagoi duke publikuar pamje nga ndalimi dhe duke pretenduar se Kuculovski nuk ka shkaktuar incident, por është ndaluar për një veprim paqësor. Partia akuzon policin për reagim jo proporcional dhe për zbatim selektiv të ligjit, duke cilësuar rastin si politikisht të motivuar. Ngjarja ka hapur debat publik mbi kufijtë e shprehjes politike në evente sportive dhe në mënyrë se si institucionet zbatojnë ligjin në raste me ndjeshmëri politike dhe simbolike. Izraeli miratoi të mërkurën ndërtimin e 126 njësive të vendbanimeve të paligjshme në Jenin në bregun perëndimor verior. Mediat izraelite Kanal 12 raportoi se 20 vjet pas evakuimit të tij është miratuar një plan për të ndërtuar 126 shtëpi të përhershme në vendbanimin Sanur. Ky veprim shënon një shtytje të re për të zgjeruar aktivitetin e vendbanimeve të paligjshme në zonë, e cila më parë ishte evakuar si pjesë e planit të Izraelit për shkëputje të vitit 2005. Josi Dogan, kreu i Këshillit Rajonal që përfaqëson vendbanimet në bregun perëndimor verior, tha se Sanuri do të rindërtohet. Do të përfshi 126 shtëpi të përhershme dhe në të ardhmen do të bëhet një qytet në Izrael, ka shtuar ai. Presidenti Amerikan Donald Trump ka lëshuar një paralajmërim të ri për Iranin të mërkurën. Në një postim në rrjetet sociale, presidenti ka postuar një fotografi të montuar të tij ku duket me armë në dorë teksa prapa tij shihen bombardime. E për Iranin ka shkruar se duhet të bëhet i zgjuar sa më shpejt. Irani nuk po arrin të marrë veten, nuk din si të nënshkruajnë një marrëveshje jo bërthamore. Më mirë të bëhen të zgjuar sa më shpejt, ka shkruar ai. Bisedimet SBA-Iran për fundin e luftës që ka nisur me 28 shkurt kanë ngecur pasi Trump të shtunën ka anuluar dërgimin e të dërguarve të tij në Pakistan, vendim ndërmjetësues. Trumpi e ka marrë vendimin pasi ministri i jashtëm iranian fillimisht kishte shkuar në Pakistan e më pas ishte larguar nga atje për në Oman. Më pas Aragaci ka vizituar Moskën ku është pritur nga presidenti rus Vladimir Putin. Ndërkohë të hënën është raportuar se Pakistani ka përcjell SBA-s një propozim të ri për fundin e luftës i cili ofron hapjen e ngushticës së Hormuzit nga Teherani, ndërkohë që kërkon edhe SBA-ja të ndalojë bllokimin e porteve iraniane e po ashtu fundin e luftës. Mirëpo në këtë propozim parashihet që bisedimet për programin bërthamor të Iranit të shtyhen për më vonë. Pikërisht kjo pikë nuk i ka pëlqyer Trumpit, i cili insiston se Teherani nuk mund të ketë armë bërthamore. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin, bashkë miru pafshim.